Kryeministri Edi Rama vazhdon të jap leje ndërtimi kompanive klienteliste, pa pyetur për ligjin që kërkon verifikim bankar të burimeve financiare. Rasti më flagrant është ai Skënder Dedjas dhe djalit të tij Visian Dedja, pronar të Globe 3X Group, të cilët morën lejen për ndërtimin e dy kullave gjigante në rrugën e Kavajës, me vlerë investimi 210 milion euro. Sipas dokumenteve të QKB-s dhe tatimeve, kompania tyre ka kapital vetëm 3.5 milion lek dhe fitime që variojnë nga 570.000 lek deri në 2.2 milion lek në vit. Shifra qesharake, krahasuar me investimin kolosal që kanë marrë përsipër, edhe një kiosk lagjeje deklaron më shumë lëvizje financiare. Pyetja që lind vetvetiu është e thjeshtë: ku i gjen Skënder Dedja 210 milion euro? Burimet e financimit nuk gjenden në banka, por në raportet e agjencive që gjurmojnë pastrimin e parave, rrjetet e kleringut, fajdet dhe kapitalet e errta të botës së krimit e korrupsionit publik. Globe 3X Group dhe 5 kompanitë të tjera të Dedjave rezultojnë të përdorura për transferime parash jashtë sistemit bankar përmes skemave dhe nën kontraktimeve fiktive, transport vlerash, agjenci turistike dhe punësime false. Vetëm në 3 vitet e fundit, familja Dedja ka hapur disa struktura që shërbejnë si lavatriçe financiare: Union Construction, me aktivitet të padeklaruar dhe pa bilance; Stone 2020 AL, me objekt minerare, por pa transparencë financiare; VBF Albania Transport International, e përdorur për transport vlerash, mallrash të padeklaruar dhe personash në kërkim; Agjencia Turistike Riviera, e skeduar për trafiqe droge dhe trafikim klandestinësh; Miqësia e Popujve, Agjencia e Punësimit të Rrem për lëvizje personash drejtbëes. Institucionet e drejtësisë kanë këto informacione prej vitesh, nga raportet antimafia, antitrafiqe dhe antikrim financiar, por askush nuk ka hapur hetim. Në vend të kësaj, Edi Rama u jep leje ndërtimi kullash, duke bërë sikur nuk ekziston ligji që kërkon provë të burimit parave. E gjitha kjo ngre një përfundim të frikshëm. Kullat e reja të Dedjave nuk janë investim, janë një proces pastrimi parash, i certifikuar nga vetë shteti. Në një vend normal, 210 milion euro pa burim të justifikuar do të ishin alarm kombëtar. Në Shqipërinë e Ramës, mjafton një firmë e Këshillit Kombëtar të Territorit dhe një dosje me letra boshe për të shpallur investitor strategjik. Skënder Dedja është vetëm maja e icebergut, por ky rast është shembulli më i pastër i mënyrës se si ndërtimi në Tiranë është kthyer në laboratorin e pastrimit të parave, të oligarkëve, të politikës dhe të krimit të organizuar.